thonë të njëjtat gjëra, e kujtojmë kohën kur Isa Mustafis i drejtoi si profesor i nderuar edhe Bileo Kruske e kujtojmë atë pamjen e famshme. Nuk ja ka përmend koalicionet aty. Ajo kon për me marrë kryeministi për sfari herë se kon kryeministi. Po sidoqoftë. Fakti që ja ka përmend, çka i ka përmend, edhe mënyrën që ka drejtu, pajtona që ka mënyra e vetme që mos me pranu edhe këja, me diskutu. Vetmja mënyrë. Problemi më i madh mendoj unë është që Albin Kurthi dëshirën më të madhe aktualisht e ka me shkatrullet e kanë. Kjo është dëshira e tij më e madhe. Edhe ai po mundohet me gjetë mënyra që me bërë. Pse jo po të jeni të bindur, jeni të bindur. Qëto orvatje, demek gjëja për zgjedhjet me nehershme. Janë për me dërgu sinjal. Sa ato informacione që kanë dalë, qoftë te, qoftë dikun tjetër, ato janë informacione që Albin Kurthi dhe vetëvendosja mundet me qu edhe me qëllim. Demek ne po bëhemi gati, për nisim procedurat, edhe kjo është qysh thete në sondazh, kush ka dalë mas keq ti këtu? Në sondazhin e fundit ka dalë LDK-ja. Kujna nuk i konvenon me shkullëzgjevje. Unë thash kush ka dalë mas miri. Okej dhe? Kush ka dalë mas keq është tjetër. Kush nuk ka progres. Edhe ky është një lloj shantazhi që po mundohet me apo, okej, ty nuk të konvenon me shkullëzgjevje, na po shkojmë zgjedhje. Këto është problemi, këto është çështja kryesore. Po unë mendoj pak më ndryshe, mendoj që partia vetme që nuk i konvenon me shkullëzgjevje është vetëvendosja. Unë jam po dhe ka dhe matjet e fundit nuk e qesin vetëvendosjen. Jo. Kompania që e ka nxjerrë vetëvendosjen më lart se që ka qenë në zgjedhjet e fundit e qet 5% më poshtë se sa që është. Edhe është e konfirmuar nga nuk e di për cilën kompani e keni fjalën, por nejse, se tani sondazhe ka sondazhe. E kanë konfirmuar në sondazhe se unë çona në studios. Në vendin ku është publikuar s'mujmë përballu në këto. Në vendin ku është publikuar exit polli ku vetëvendosjen e qet mirë, domethënë ata që zakonisht merrnin kritika se gjëja për mbështesin vetëvendosjen, pikërisht ata e kanë qitë 5 numra më poshtë, 5%. Domethënë në studion e